ku zëri be drit, a i ndez guret e shpirtit me një fjalë që s'deskur. Flet për vendin si për një nën të heshtur, shpalus poezi me zë që lëdhaton kohën, dhe muzika që zgjedh është rastësi, është rënjë, është flamur, është fllatë që fryn në shpirtin tonë. Në çdo emision ka pak mall e pak shpresë, pak verë e pak bukë për sofrën e shqiptare. Në mikrofon s'ka thjesht teknik, ka dashuri, përkushtim dhe ndjenjë të rrallë. Ai është zëri që nuk të lodh, që të ngrej kur nata zbret e të rishtuar. Një kryeredaktor, më shumë se kaq, një rrëfimtar i dritës shqiptare, një njeri që përmes radios mbjell ditë me të bardhë në shpirtin e dëgjuesve. Falenderit shumë, falenderoj dhe të uroj suksese gjithmonë në frymëzime e nderuara Manushaqe Smajli, kudo që t'jesh, vetëm gëzime për familjen tuaj dhe vërtet të falenderoj në emër të qindra dëgjuesve të kësaj radio që na ndjekin për çdo mbrëmje. Respekt gjithmonë. Më kanë ikur shumë komente tuaja të dashur dëgjues, shpresoj në kompjuterin tjetër që do t'i gjej ato, të shpresojmë vetëm pak qaste dhe siç po e shihni ju, nuk jemi duke shkuar nga faqja e ime tashme, edhe ajo është bllokuar me siguri nga këngët që i kemi të prekur të mbrojtura, apo edhe ndo një shkak tjetër, si do që tjetë. Une do vazhdoj misionin, jemi duke shkuar nga faqja Agim Drenica, dhe besoj dhe shpresoj që mos t'i kemi penalizuar shumë dëgjues të cilët ndoshta do t'jenë ta pëlqejnë atë faqe por ta ndjekur radion. Nëse nuk munden na ndjekin, atëherë juve dëgjues më të vjetër ju kisha lutur ta bëni të njoftoni dëgjuesit që të hyjnë atje dhe të pëlqejnë faqen Agim Drenica dhe mandej na ndjekin edhe neve këtu ku jem duke shkuar drejt për drejt. Nuk e di, ndoshta të shoh nuk e gjej të kompjuterit tjetër, fatkeqësisht këtë emision do të munduhem, sepse vërtet pash pak më herët shumë komente t'juaja që tashmë nuk i shoh, dhe vjen shumë keq që më kanë ikë, kemi pasur shumë përshëndetje nga dëgjuesit, të shpresojmë që do t'i gjejmë paktën disa nga ato atje në kompjuterin e dytë që e kam dhënë tash. Përshëndetje për gjithët maki, përshëndetje edhe për juve maki, falenderit që ju gjithmonë me Radio Vlera. Mandej vetëm shkojmë në Xhmia Xhemali, thotë përshëndetje zotëri Agim, përshëndes edhe dëgjuesit të respekt, gjithashtu respekt. Bërbuqe Vetaj, përshëndetje zotëri Agim Gashi, përshëndetje dëgjuesit Radio Vlera, kaloni emision të bukur pesha fjalës, falenderit. Ferhat Kabashin nga Suedia, përshëndetje Radio Vlera, ju uroj një vikend të mbar, falenderit gjithashtu juve. Mandej e përshëndesim edhe Fetia Shari Bytyqi, na ka shkruar dhe me neshte edhe poeti Miku Fazli Ferhati, thotë ju përgëzoj për emisionin tuaj pesha fjalës, një emision i bukur ku dëgjon copzat e shpirtit poetëve e të poetëve mbar hapësirave shqiptare. Faleminderit miku im. Nëse ke mundësi të kisha lutë na kontaktosh dhe me kënaqësi do i ndjekim poezitë tuaja në të kundërtën do shkoj tek faqja juaj në Facebook dhe do të sjellim sonte edhe poezitë tuaja këtu në Radio Vlera. Fatmira Liu thot përshëndetje Agim Gashi, përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit, faleminderit Fatmira, gjithashtu përshëndetje. Vjen keq se i pash do emra të ri, i pash do emra që kanë ardhur duket për herë të parë sonte dhe më kanë ikë, nuk munda të i përshëndes, ju kërkoj ndjes sepse vërtet më kanë ikë komentet e tyre
Nëse spiritoni të shkruajnë edhe njëherë dhe me kënaqësi do i lexoj dhe do i përshëndes, sepse gjëra që vërtet po ndodhin, kështu që shpresoj që sonte muzika nuk është duke ju penguar si herën e fundit. E përshëndesim edhe poeten Mirushe Musa që është me ne dhe i urojmë qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Ne ishim pra me poezin që na kishte dhuruar poetja e nderuar, vetëm pak, se po mikun edhe shkrimet. Tash më duket ta kemi këtu. Pra, i sollëm vargjet e poetës së Manushaqe Ismaili, cilën edhe njëherë falenderoj dhe i uroj suksese gjithmonë jetë. Ne ka dhuruar këtë poezi, cilën do ta ruajmë në redaksin tonë, si një kujtim vërtet shumë i çmuar, si një dhuratë e çmuar, sepse as një vlerë nuk ka më shumë, as një gjë nuk ka më shumë se sa një fjalë e bukur, s'ka vlerë pra, dhe unë e kam edhe një aforizëm timin që ka kam edhe të botuar në librin tim. Nëse dëshiron t'ja bësh dikuj një dhuratë të shtrenjtë dhe ty të kushton lirë, dhuroja një fjalë të mirë. Vërtet të dashur mirë që nuk na kushton asgjë të dhurojmë fjalë të bukura, fjalë të mira, edhe ai që është i nderuar edhe të nderon gjithsesi. Kështu që të shkojmë të sjellim edhe ndonjë poezi në shenjë edhe respekti, por vërtet i ka dhe vargjet shumë të bukura. Manushaqe Ismaili do të sjell në vazhdim edhe një poezi të saj. Poezia radhës është pra Manushaqe Ismaili me tregoj çfarë thot vargu. Me tregoj çfarë thot vargu kur hesht, kur s'ka me fjalë, veç frymë dhe hije, kur fjala zëvend në gjethen që bie dhe ndjenja tretet në shpirt të hesht. E flet vallë, a flet vallë vargu kur mbrëmja zbret, si një zë drite që shuhet nga dal, a qanë kur e nis, kur në lisin e vjetër të flet, njerë pa emër, pa ftyrë, pa fjalë. Kur shkruaj s'me flet letra, po qielli, as pena, po gjethet që varen në dritë. Vargu im s'është zë, as nuk është melodi, po një lot i mbajtur i shkrir në dritë. Prandaj kur lexon, mos kërko falje, mos kërko fjalë. Shko ku heshtja rri me gjatë se zeri. Vargu që dridhet në fund të shpirtit është gjë më e butë që s'flet dot njeri. Gjithni me poeten Manushaqe Ismaili, poezia radhës, buzë liqenit, arrit të pres. Buzë liqenit arrit të pres, në heshtje, me ngjesi, në dritë që s'des. Kur valet lëpin buzë si është gurin, e malli me flet me shumë se burimi. Arët e leta, si ëndrat e tua, shkojnë bi qieje, pa kthim, pa zë. Era me sjell një parfum vjetër në flokët e tu, që janë me këtu. Në ujë pasqyrohet një hije e largët, si kujtimit kur s'dit e tretët. Dhe zëri i pulbardhav me rrëfen, se zemra pret dhe kur zemra tretët. Mos me pyet, pse rri e s'shkoj, kushdo gjethe me thot për ty. Këtu fryma jote ende mbi ujë dhe zemra ime ende në sy. Por ja, në për dritën që ndizet në val,
si gjie dritës si ëndër gjallë. Vjen ti e qetë si e rëndeg, me hapa që zbutin dhe dhevën në shtek. Syshkat e tua me shikim të dlirë, me flasin pa zë, por me thonë pa fund, se pritja s'është as kot, as e thyër, por rrugë gjatë, drejt një qastit shenjtë. Boz liqenit, ku gjithë shka me foli. Tani fletë zeri ytë me i butë se gjdo falë. Dhe me nuk pres, me nuk kërkoj, ti erdhe, dhe drita u kthy në malë. Ndërshme edhe këto poezite, poetese Manushaçe Ismaili, vërtet poezit bukura, me plot ndjenja. I urojmë suksese, frymëzime të reja gjithmonë dhe të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Ti përshëndes edhe dëgjuesit të tjerë të cilët i shoh që janë me ne dhe na kanë bashkangjitur në ndërkohë. Dhe po shpresoj që jeni duke kaluar bukur. Një përshëndetje shkon për Isa Komunin, po ashtu përshëndesim edhe poetën dhe miken Gjeva Salihaj që është me ne, mandej poetin profesorin Zymber Hasani. Përshëndetje zotëri agent për ty, stafin dhe gjithë dëgjuesit e kësaj radioje të mrekullueshme. Faleminderit, gjithashtu përshëndetje. Me ne është edhe miku poetin Aser Dzani, cilë përshëndes, thot përshëndetje Radio Vlera, Agim Gashi Drenica. Përshëndetje Pesha Fjalës, përshëndetje për ju dëgjues, respekt. Gjithmonë respekt, faleminderit. Ne është Tahir Gradica, përshëndetje nderuar zotëri Agim Gashi, unë Tahir Gradica jam duke ju dëgjuar këtë program të mrekullueshëm. Desha të përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Vlerës që janë të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Gjithmonë jeni i përshëndetur, respekt. Na shkruan dhe poetja Mikja Gjeva Salia, i përshëndetje, makin e ka përshëndetje, dashur juve dhe gjithë dëgjuesit Radio Vlera, gjithë miqtë e mi dhe gjithë miqtë e mirë dhe të veçantë, suksese juve agim, faleminderit shumë, suksese edhe juve e disponim e qastet bukura në vazhdim. Fatmire, Aliu thot të nej fjalët e mira janë të pakta, fatkeqësisht për ju gjithë, fatbarësisht. Faleminderit gjithë se se e mbështes këtë mendim tuaj. Edhe miku Naser Dzani thot sukses autores, me ne është edhe poetja Liliana Sana nga Italia. Ne do shkputemi për pak qaste, do shkojmë tingujt e një këngë, por gjithmonë prikje të telefonata tuaja të dashur miq krijues, të dashur poet, në Viberin e radios me numër +33 758 280 817. Del hol për një sy
Ndoqëm edhe këtë këngë të bukur, u rikthim të dashur dëgjues, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera në emisionin e rregullt letërar pesha e fjalës dhe po shpresoj që jeni duke kaluar bukur. Ne do vazhdojmë me poezitë e poetëve dhe poetëve tonë, pra edhe në vazhdim gjithmonë i presim e krijuesit dhe poetët na bëjnë pjesë e misionit duke na kontaktuar dhe duke na sjellur vargjet e tyre dhe emocionet e tyre përmes mikrofonit të Radio Vlera. Këtu është vendi i Vlerave, andaj bashkohuni me Radio Vlerën për të vlerësuar. Faleminderit shumë. Shkojmë me poetën e radhës, është Mirushe Musa, cilën e përshëndes duke dikunisht me ne, po më herët e pashë dhe i uroj suksese. Do shkojmë në vazhdim me poezitë e saj. Poezia e parë që kam përzgjedhur për sonte është Dashuria. S'ka poet, as shkrimtar, deri me sot sugjet fia. S'ka artist as piktor që shpjegon ç'është dashuria. Kjo enigmë që s'ka mbarim, si dall deti të përfshin. Është zjarë që të përvelon, është artë në kratë të bën. Ajo s'ka gjumë, as përkthim, s'ka kufi, fillim as fund, nuk është luft, por bekim, nuk sjell vojtje, por veç gëzim. Sfidon kohën dhe legjurëm, thonë mister dhe rrin sekret. Pak për gdhel e shumë djeg, as kush ilaqin që ka qetë. Nuk gjendet në kinema, në asnjë libër s'ka formulë. Vetëm një herë, vetëm djetë, kur së pa, nuk ka çmim, as nuk ka vullë. Përgëzoj për këtë poezi të bukur, më në shaqe dhe vazhdojmë me poezinë e dytë po kësaj poetje, dy mrekulli në një rrugë. Një fotografi në një cep rrugë, shët dy botë në të njëjtën kohë. Një nanë e re me fëmin në krah dhe nanën tjetër bia shtynte nanën si plak në karrocë. A ditë nuk ishte thjesht një fotografi, por një mrekulli që ndodhi për një çast. I habitur analizon atë park në letër, kur shet dy breza, njëri i ri, tjetri i vjetër. Mbeti si këshill fotografia në fjalë. Dy botë ndryshme gjenden përballë. Bia me nanën, nana me fëmijën e vet. Kështu e ka jeta. Sillet në të njëjtin shteg. Poezia radhës e poetës Mirushe Musa buzëqeshjen në pikturë. Pyet piktori muzgun dhe agun, ku të gjen ngjyrën me të bukur, ku ta ngjyros me shkëlqim ari portretin e vajzës që duket si flutër. Nuk mendon shumë gjatë piktori, shpiku bojrat e planetit flakt. Nuk e ndërron pikturë delikate, po veç për vajzën e flet kësaj nate. Në qiellin e hapur panelin ngre, dridhen ngjyrat si gjethen erë. Ja vesh diellin si këmish shtati, yjet qellor i bën dovak kuror. Nuk shtegtonte në det as liqej, sa kaltërsia asaj nuk i përshtatej. Shumë e brisht për ta përshkruar si Shqiponia, ajo ka sy të shkruar. Muzgut portokall të djalit tënde.
si zjarë vulkanit DJ ai në vetmi. E ngjyrën, pendën me ngjyrën e yllit, me shtu qerpikët e saj të zi. Me një buzkuq si gonxhe kurqel, i njumi buzët si stin pranver. Floket derdhur në fletë si lumi art, si ikon arti e qëndisur shumë qartë. Dhe kur paneli pushon bi kavaler, a i mire di se dashuria s'ka kornis, se me bukur se çdo tablë në mur, është vetë ajo që buzëqesh në pikturë. Mishtë të ndëruar, jemi drejt për drejte, u shoqërua me vargjet e poetës mirënjohur me Lera Mirushe Musa, duke i uruar suksese, vërtet vargjet bukura, me plot figura stilistike dhe me shpirtin për brenda vargjeve. I urojmë veç suksese me njerëz të miku poeti Hasan Elshani, Lulieta, vërtet e Leila thot: përshëndetje Radio Vlera, për ju zotëra gjem dhe dëgjuesve, ju uroj një mbrëmje të bukur, edhe ne të përshëndesim Leila, të urojmë qastet bukura, një përshëndetje, na vjen nga miku Hasan Elshani, mirë mbrëma miku agjem dhe dëgjuesit dhe adhuruesit e programit të mbrëmjes të Radio Vlera, emisionin Pesha e Fjalës, me shumë respekt Cani Ljublal. Përshëndetje miku im, edhe ty përshëndesim për zemërsisht, të urojmë qastet bukura. Dhe gjithsesi edhe ty të presim me poezit tuaja. Jam i bindur që ke sjell si zakonisht, edhe gjatë këtyre pushimeve je frymëzuar dhe ke vargjet që ke krijuar, kështu që të mirpresim. Me njerëzit edhe dëgjuesja rregull të Shukri Huseni, përshëndetje agim për ty dhe për gjithë dëgjuesit të respekt gjithashtu edhe për juve. Nderuar Shukrie, Sabile Sadiku në përshëndesim, Fetije Jashari gjithashtu e përshëndes. Dhe kemi shumë përshëndetje, por në ka shkruar edhe poetja Mikja Gjeva Salia, jam e kam parasysh se sonte nuk është emisioni përshëndetje dhe urimet, por të lutem nëse keni hapësirë do të dëgjoja këngën të Mankuqe, nëse nuk është mundur, s'ka problem, gjithsesi falenderoj, gjithsesi do të ndjekim atë këngë të bukur. Fetije Jashari thotë, mirë mbrëma dëgjues të nderuar, mirë mbrëma edhe një herë Fetije. Me ne është tashmë edhe poetja Manushaqe Ismaili, në fillim të emisionit të falenderova dhe e lexuam poezinë që na ka dhuruar dhe disa poezi të saj, vërtet vargje shumë të bukura, por edhe një herë falenderoj për zemërsisht për adhurat bukur, adhurat çmuar që na ka dhuruar mua këtu dëgjuesve dhe stafit të radios. Do të ngel për gjithmonë në studion dhe në sirtarët e Radio Vlerës si një dhurat që vërtet ka vlera të mëdha. Të falenderoj dhe të uroj frymëzime të reja gjithmonë dhe suksese edhe në të ardhmen e nderuar Manushaqe Ismaili. Një poete që vërtet shkruan bukur. Do shkojmë tutje. Juve që po na ndiqni këtu në live stream, lush ta bëni shpërndarjen e emisionit në mënyrë që të na bashkangjiten sa më shumë dëgjues dhe adhurues të fjalës së bukur artistike, adhurues të poezisë dhe krijues e poet që janë të shumt anë kanë botës. Ne do shkojmë në vazhdim një përshëndetje edhe për Fitnete Bashotën Krasniqin, gjithashtu që është me ne. Do vazhdojmë me një këngë dhe do rikthehem për pak çaste. Në ka përshëndetur edhe për këngëtari dhe doktori Nejm Osmani. Përshëndetje zonja Maki, zotëria Gjem dhe gjithë dëgjuesve. Faleminderit shumë. Shpirti për ditë, zemra më bërë shku me hi.
apo ngjon, ty t'kom zemër, obsesion, obsesion. Obsesion, obsesion. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. Unë jo nuk jam, ty t'kom zemër. Se s'bën, kom me thonë, tani erët se s'shbën. Je e imja apo ngjon, ty t'kom zemër, obsesion, obsesion. Obsesion, obsesion. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. You are my obsession, 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 obsession. Ah, my obsession, 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 obsession. Obsession, obsession. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. Të kam fiksim, një ndjenja shpirti tim, të du për ta dy sy, sa fiksim të kam ty. Obsession, obsession. Ndoqëm edhe këtë këngë dhe jemi rikthyer të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt e letrar pesha e fjalës në emisionin javor. Pra, do vazhdojmë me vargje, vetëm ta kontrolloj Viberin, a kemi ndonjë shkrim ose kemi që ndonjë kërkesë për të inkuadruar. Kështu që do vazhdojmë me poezit e poetëve tanë. Shkojmë me poetin Fazli Ferati. Do të asjell një poezi që sot e ka lexuar në manifestimin letrar nga Unioni i Shkrimtarëve dhe Kritikëve Shqiptar në praninë e shumë krijuesve nga hapësira shqiptare. Këtë poezi, pra, poezia titullohet Otoj i heshtur. Fazli Ferati. Otoj i heshtur, ku dëgjoj vetëm zhurma e hapa fëmijë nece. I zhytur thellë mendime në parat lëndinën e dikushme zhërmuese. Shme kapluan lumë kujtimesh si lullet venitura. Ndale me mendoj, dhe me vete. Sa pas ka ndryshuar gjërat në kohë, sa s'kisha menduar. Që ma mbysin shpirtin këto të sobza kujtimesh. Kur tani për rreth meje, asgje poseshtjes, në përlëndinën e vetmuar, pa njerëz, pa zogj, pa qëngja, fjellë e bari, qëtësi, qëtësi, dhe vetëm qëtësi. Gjatëni me poetin Fazli Ferati, në kujtesë me mbete. Son të gjumin, mendja ma mori me vete. Ju dërzova, kur më tha, sa tje do të atreti. Atje, dhe vetëm atje, ku me vajti mendja, atje.
në kujtes me mbeti. Kështu që nga kjo botë. Mos gjyko askënd. Mos as vetë vetën. Kështu në që nga kjo botë, ajo s'bë tjetër. Mos i ngrit duart lartë para gëzimeve, as mos u dorëzo për para hidhrimeve. Fal respekt e duro dashuri. Tek mendja e bukura që të meriton. Që të meriton ty. Kur vargu të erdhi, dridhash si për tek, e shnashtoj mallin në çdo cep, si zoku zogun që e kërkon, degëm. Sot flisja me vargun tim dhe me vargun tënd, herë si monolog e herë si dialog. Librat me portretet në raft, tani tutje të qëndrojnë bashkë. Ndo që me disa poezi nga poeti dhe miku Fazli Ferrati, shpresoj t'jeni duke kaluar mirë të dashur dëgjuese, bukur bashkarisht me radion tuaj, me valë të Radio Vlera, në emisionin letrar Pesha e Fjalës. Dhe vërtet, si që njeriu, si që trupi ka nevojë për ushqim, ashtu dhe shpirti ka nevojë për ushqim. Dhe kush është ushqimi më i mirë shpirtit se sa fjala e bukur artistike, se sa poezia. Një përshëndetje dhe mirëseardhje për Shuki Kurti Musa, duke uruar çastet bukura në vazhdim me Radio Vlera. Shkojmë me një këngë të bukur dhe do rikthehemi shumë shpejt të dashur dëgjues, por gjithmonë juve, poet, krijues, kudo që jeni krijuese, ju mirëpres në Viberin e radios në +33 758 280 817. Emisioni është drejt për drejt. Nga shtëpia me të rasa, ti në moj
rosa, filmoj dilti në dritare, vajzë qa me lo sonjare, filmoj dilti në dritare, vajzë qa me lo sonjare, filmoj dilti në dritare, vajzë qa me lo sonjare, filmoj dilti në dritare, vajzë qa me lo sonjare, Barbaro Vasiliko, moj dhënte mia kushido, Barbaro Vasiliko, moj dhënte kushido, moj dhënte mia kushido, se s'jami zoti për to, moj dhënte mia kushido, se s'jami zoti për to. Jemi rikthyer pas kësaj këngë të bukur, jemi drejt për drejtë në Radio Vlera, në emisionin Literar Pesha e Fjalës. Përshëndes dëgjuesit të cilët dhe adhuruesit të fjalës së bukur artistike që na kanë bashkangjitur në vazhdim. Ne pa humbur kohë do shkojmë edhe me krijime të tjera, por të shohim a kemi ndonjë telefonat, jo, kështu që do vazhdojmë. Do shkojmë edhe nga libri që e kam në dorë, po tash ja për koincidencë është këtu vetë autorja, cilën desha ta lexoj edhe librin e saj kam pikërisht këtë moment në dorë, por do ta marrim këtu me ne, është Maki Mesesha, vetëm pak qaste. Mirë mbrëma, mirë se na erdhe Maki. Mirë mbrëma Maki. Përshëndetje. Alo? Nuk e di që ka pëndodhë, normalisht e hapa mikrofonin të shohim a kam është problemi të këne, jo. Nështë e kem mbyll mikrofonin dhe ka harru. Jo, se ka të mbyll. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Qa u bon me ty, e kem mbyll mikrofonin, a s'ka ishte në pyetje? Jo, vëlla që kom prek. Nuk e dëgju, po mirë mbrëma dhe njerë, mirë se na erdhe. Maki, faleminderit që i me ne. Po si e si po kalon? Alo? Shka po ndodhë, nuk e di. Ma qëtë qërë valet janë të dëpta, rjetisht të dëpt, nuk e di atë unë ata e. Alo? Edhe njëherë mirë mbrëma, mirë se erdhe, Maki. Mirë mbrëma, zot e kemi të gjitha. Po si e si po kalon të, a mora vetën, u këthej që gjatë pas përshimit që e bërë në Kosovë? Po, nëm. Sa atje po harrojmë që ka është lodhja të në kërpërina, këto e në spinina. Po. Edhe të i pushu e lodhët njëri, ja? Vallaj, jo s'kemi pushuna, se s'kemi nejtë fort. Veç kemi ecën. Ama atje si nisha lodhjen fort të ecë, po tash kër i marrë këto penika pak. Po që me po mirë, tash ke kohë edhe pushën tash. Po, tash mirë, edhe koha shumë e mirë për mu, me shi, vrant, temperaturat e ulta. Qështu ki qefti, mos me kanë zëtë?
Bash për qef temin, Mirë shumë. është koha. Po, unë veç sa kisha marrë librin në dorë me lexu 2 meditimet tuaja, por me qenë se je tash me ne, me siguri na ke sjell diçka ti. Jo, zotë Agem, faleminderit shumë që i ki librin pranë vete, është privilegj për mua, ama mu sonde më ka bo amanet li Ismet Tahiraj, ja lexu një poezi për çata thira. Ajo edhe më mirë me knasi, atëherë mund të vazhdoni me poezinë e mikut Ismet, cilën e përshëndes. Aro më përshëndes. Kudo që është dhe shpresoj që është duke na ndjekur. E përshëndes edhe për besimin që ma jap nga njëherë me lexu poezit. Nuk e di apo dëgjohet atje mirë emisioni, apo është zëri muzikës kur po lexoj i madh, i lartë apo më ul pak, është mirë, krejt në rregull. Jo, mirë është këtë në rregull, Falem. këtë është në rregull. Faleminderit. Unë përmisi me lexu poezinë më së marku. Hajde me knasi po të përcjellim, veç vazhdo. Ismet Tahiraj, Skenderaj. Pipa shkoze. Në prapashtic ishte lisi i gjatë. Krua serci kroi, në gjasën më kroi i Rahovës. I laq për të vorfrit, si plaja e hishme në natën e Gjerdikut. 3 ari në prapashtic, e saj çuditshme rritur një shkoz e pamolisur, dallëdisur si shkab, udhën që e pritet gjithçka në uzdaj, rilind e lindin pipa shkoze të saj. Kjo ishte zotë Agem. Falenderojmë dhe përshëndesim për zemër se tani herë mikun Ismet, por një falenderim i madh për ty që e lexova kaq bukur e solla këtu para neve dhe para dëgjuesve të Radio Vlera. Faleminderit shumë, nëse kemi shtu edhe diçka, nëse kemi lexuar edhe diçka orna. Jo, zotë Agem, s'ku me lexu kurrë, ju falenderoj juve për kohën, e falenderoj Ismet Tahiraj për besimin edhe pse ndoshta i kërkoj falje se nuk e lexoj pasi që ma qoj tash. Do të Edhe ju përshëndes gjithëve. faleminderit shumë edhe ne të përshëndesim dhe të urojmë sukses edhe ty dhe shpresojmë që në të ardhmen do të na sjellësh edhe të meditimet bukura çfarë do të sjellësh. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë e gjithë mirat e Maki. Faleminderit, respekt gjithmonë. Ishte Maki me ne, falenderojmë shumë, siç e paralajmërova, unë e kisha në dorë librin e saj me meditime shpirti vrar dhe do sjell 2 meditime të Makfire Krasniqit në vazhdim. Një natë, mendimet e sillen si një vorbull e të mërshme në kokën time. Aq e fort është kjo vorbull sa nuk arrin të shuaj ndonjë mendim të qartë dhe e pa u trazuar. Por një moment me erdhi në mendja ajo nata trishtueshme. Ishim mbledhur në një vend gusht shumë familjar dhe në ankth po pritën të vjen të vdekja u gurzes. E të në mërte me kratë e vetë, burra, gra, fëmi, dje me vajza të reja, plaka që u fshanin e luteshin në Zot, nana, babalar, që luteshin për që vdekja të mërte ata e ju fëmit e tyre. Pra, ishin qaste kër jeta e vdekja varëshin në një fijet hollë përit. Armisht lëviznin poshtë të lartë dhe makinat e tyre të renda shkaktonin zhurmë. Tronditje dhe frikë pa treguar. Ndonjëherë vinin aq afër nesh sa na bëj se tashme ishte futur në shtëpinë tonë.
pritnim që ata të shpërthenin dyrët dhe të futeshin brenda me zjarr e me hekur dhe si një vulkan në nxjerrnin lavën e skuqur pa pushim dhe tymin e zinë qiell në mbulonin edhe neve. Të gjithë ishim të friksuar. Edhe mua me kishte hyrë frika në palc. Zemra me rate fort dhe fryma sa nuk me zjen ngryk. Vazhdimisht dikush kërkon të ujë, për ta shuar zjarmin që dishte për brenda. Nuk bëj shaka me këtë furtunë shkatrimtare. Në qast, se nga me erdhi një forcë brendshme që madje as tani nuk mund ta shpjegoj. Unë ngritën këmbë dhe ju drejtova njerëzve që ishin aty. Njerëz, ne nuk kemi pse të frikohemi. Ne nuk kemi bërë asgjë të keqe dhe askush nuk ka të drejtë na cënoj jetën tonë. Do të qëndrojmë kështu së bashku dhe me besim se edhe këtë furtunë do ta përballojmë. Ne nuk do të dorëzohemi pushtetit të vdekjes dhe së bashku mund t'ja dalim. Njerëzit të habitur ngritën kokën dhe me shikonin me habi, sikur nuk më kishin njohur deri në atë çast, apo mendonin se kam shkalluar. Me shinin drejt sy dhe sikur donin të bindeshin se isha unë që i kisha thënë ato fjalë. Askush nuk foli. Për një farkohë dhe vetëm pasi e morën veten nga tronditja, nisën të përshpërinin. Vërejta se aty u kthy gjallëria. Por nuk e di nëse fjala ime ndihmoi të kalonin në ato çaste të shtimi apo edhe frige. Me pas, secili u kthy në rutinën e çastit, por as një koment nuk e bën rreth fjalës time. Madje as unë nuk e kuptoja nëse kisha bërë atë veprim për të dhënë kurajo vetës apo njerëzve që ndodheshin në atë vend. Ndonse në ndërdijen e kisha një bindje se do të ishim gjithë mirë dhe se Zoti do të bashkoj me lutjet e nënave tona. Ishte vërtet nata me gjatë e jetës time dhe me të mërshmja. Pastaj erdhën kohra tjera dhe askush me nuk foli për fjalimin tim të asaj nate. Megjithatë, ndjehem e kënaqur nëse ky fjalim ka pasur efekt në mendjen dhe zemrën e ndonjë nëne, ndonjë fëmije, ndonjë vajzë të re apo djalushi të friksuar. Vetëm me pas se kuptuam se dashuria jonë për jetën kishte qenë e madhe, me madhe se sa dëshira e rëmishve tanë për të na parë të vdekur gjithve. Ne fituam. Shkojmë edhe me një meditim, vërtet një meditim i bukur ta quajmë artistikisht, por një ngjarje trishtuese në luftën e fundit e sjellur nga pena e Makfir Krasniqit. Vazhdojmë edhe me një meditim e kaluar. Sot nuk pas kam asnjë dëshirë të bëj asgjë të vogël. Madje as të shkruaj nuk pas kam vullnet. Mendimet më sillen vërdall dhe koka më bëhet lëmsh. Më kujtohen ditët kur isha lumtur dhe si një drenush e vogël pridhja nëpër livadët e kopshtie, pa as në të vogël dyshimi se dikush po mundohej të më hillte në grack. E kisha lirinë e dëshiruar dhe të tjerat nuk më bënin përshtypje. Besoja se kjo do të vazhdoj gjithë jetën. Dallgët e jetës më rrëmbyen befas dhe me hodhen në përshkëmbinje të thëpisur, duke me thyer këmbë duar, brinjë kokë, jeta me përplasi në një humnë ertert, për nga nuk mund të dilja. Me bej se me kishin vërrosur gjallë. Gjithçka për mua mori tapjetën
dhe u shkatërrua ëndrat, dëshirat, iluzionet rinore, shpresa për jetë më të mirë dhe për lumturi e harmoni familjare. Ka që pa mëshirshme që nga jeta, sa që njeri i plot jetë shpresë të hedhë në një humner ku gjithë shka duket e zymt dhe trishtuar. Nga një vajzë e lirë u bëra një grua rëbruar, ndonse me duar të zgjidhura, zemrën e kisha të zënë peng dhe të vrarë. Nuk arrija ta kuptoja se ku kisha gabuar dhe nëse gjeja shkakun, vallë, a mund të rregulloja diçka në jetën time? Isha kaq e mirë dhe zhgënjur sa që nuk shija asnjë mundësi shpëtimi. Ndonse dikur isha një vajzë e qiltër, e qeshur dhe arreshme, tani të gjitha këto kënaqësi ishin mërguar nga shpirti im dhe ishin vend kufit pa kalueshëm. Base në këtë botë, femrat kanë lindur të vuajnë, të sprovohen në mënyrën më të ashpër dhe më mizore. Megjithatë, gjejnë një lloj mëshire, keqardhje për ata që shkaktojnë këto vuajtje. E mjerime dhe lutem që ata të mos e përjetojnë këtë fat. Më dhimbson të gjithë ata që mendojnë e veprojnë në dëm të të tjerëve, nuk dëshiroj të jem në shpirtin e tyre. Lutem që Zoti ti mëshiroj. I sollëm 2 meditime të Makfir Krasniqit nga libri Shpirti Vrar. Dhe vërtet meditimi i dytë është një klithje, është një thirrje për gjithë njerëzit që të mos ushtrojnë dhunë mbi femër. Sepse dhuna shkakton vetëm vujtje. Shkakton vujtje mbi atë cilin ushtrohet, por shkakton vujtje tek ai i cili e ushtron atë dhunë. Dhuroni dashuri, mirëkuptim. Jeta është shumë e shkurtër. Dhe le të jetë ky meditim i Makfirës si një klithje, si një thirrje për mirëkuptim dhe për paqe e për dashuri. E kemi tashmë në linje vetëm pak çaste edhe mikun e nderuar dhe poetin Nasser Xhani, të cilit pa humbur kohë i dëshiroj mirësardhje edhe mirëmbrëma miku Nasser. Mirëmbrëma miku Adim Gashi. Mirëmbrëma gjithë poetët e kësaj natë, kësaj, që me thonë, programi Pesha e Fjalës, me të vërtet ja vlen kjo javë e premte e Peshës e Fjalës. I falenderoj dhe juve që na e mundësi, i falenderoj të gjithë ndëgjuesit janë mrekullueshëm. Edhe unë do të marr pra pak disa pozitë njët. Me kënaqësi të falenderoj dhe ty që je me ne dhe do të sjellësh edhe krimet tuaja, poezitë tuaja, bashkërisht do të shijojmë edhe ne dhe shumë dëgjues që po na ndjekin nëpërmes valve Radio Vlera. Shumë falenderoj. Kësaj rrode do të marr nga revista shqiptare Albania, Shqipëri Naturale, shtëpisë botuese Dardania. Po do jeves, po Rudi Berisha e sjell këtë revistë. To numri 23, i ka një 4 pozitë mia, i ka përzgjedhur për i disa që e kanë shu. Kështu do të provoj edhe unë 1-2-3 të këzaj. Me kënaqësi do t'ju ndjekim, unë po mbylli mikrofonin për më dëgju më bukur ti, vetëm urdhroni. Më falenderoj. Drejt por do të lexoj një poezi në luftar që në animoj nga Algjeria edhe jetën këtu për lirinë e Kosovës.
Pirtrat e huaj zemra shqiptare, Murad, bir I lirisë. Serdhi lavdi, as për medalje, erdhe nga larg, nga alergjia e largët, me zemër të bardh, pas një padije, e bëri dritën eërshiren tonë të gjatë. Nuk të thirrë gjako, as fisi, as fshati, për zëri I lirisë që s'nje kufi, e morë pushkën që vëllai vërtet për Kosovën tonë, për tokën e lirisë. Ra një yll nga qielli huaj, për ungolit në ndërgjegjen tonë. Më shqiptar se shumë s'kan guxim me zemër që digjet e shlejon robërinë. Të quajten mercenar të panjohurit, ata që se din ç'është sakrifica, o ti Murad na lën mësimin më të madh se liria s'ka rac, as gjuhë, as fytyra. Kjo është një. Faleminderit shumë për këtë poezi të bukur. Po, vazhdo. Do të vidhëm në poezi zonat që u flijuan, të shkombi vajzë, do me 16 qershor, vitit 1478, ku këto vasha nuk deshën të binë të bëhen në rëbër, por edhe u kapën dorë për dorë dhe shkëqiron nga shkëmbi vajzë edhe gjitha vdecën. Vetëm mos të ishe rëbër të kesh trajtohen, të dhënohen nga sundusit. Zonat që u flijuan. Një zë I largët më vjen prej malit, ku pushon dhimbja e nderit ton. 90 vasha lulet ballit, me trup në prua, me shpirtën në fram. Shkëmbi vajës, ai re e flet, se kanë shly kurrë as kohën asera, çdo pranver në çdo të ftoft net, vajzat bien, por lindin si vera. Për mos me ra ndër duart e huaja, për mos me nxi faqen vendit, u hodhen humner, lule arbëresha, me zemër qelur si gurën ndet shëndet. Nuk qajshin ato, as nuk lypën shpëtim, e dinin se vdekja pa ndonjëherë hjerësi, me mirë në prijetësi, se në turb e në mjerim, me nderë në dorë e me zot në shpjetin bigji. Sot a I shkam vërresh që flamor, rrethe histori që s'mund të harrohet, vdesin ato që vdesin për nderë, ato në kujtes për herë jetojnë. Plumt, faleminderit shumë, mikë nësër, vërtet një poezi shumë e bukur e ndjerë, për gëzoj. Faleminderit shumë, edhe një pak, një pas ka një 5-6 strofë, po mashina ka dhjë. Mos u ngot, e ka do dalë, hapësirë kena kohë kena të mjaftueshme, kështu që lexoj nga dalë, pa problem. Faleminderit shumë ty. Nona, zemra që s'pushon kur. Nona ka një shpirt për vete e një tjetër për çdo fëmijë. Me një frymë mban dhembjen ton, me tjetër lutet, me shpirt e me hije. Sakrifikon jetën pa u mendue, kur fëmija është në një pikë rreziku, ajo e ndihen, pa u thonë me fjalë, edhe të rrahrat e zemrës së tij në shtrukon. Një kafshot buk me pas në dorë, nuk e çon në gojë, por e jep me mall, sepse nana s'është kur e ngopun, pa e pa fëmin të ngopun e gjallë. Nëse fëmija ka etje, ajo tharet, nëse ka dhimbje, ajo dhem 2 fish. Për çdo lot që bijtë e saj e qesin, nana mbajnë një rembi sy të pashlyshëm mish. Edhe kur fëmija harron me e thirr, nana lutet e heshti për fatin e tij. Ajo se mot kohën me ore me ditë, por me ndjenja, mall, dhimbje dhe mi. Kur fle, nuk flen thellë, por veshët hap. Mos ndoshta dikush prej nesh po të rret, ajo e ndjen edhe ftoftin tonë e kurriz
me duart e saj të ngrota na mbron, na mbështet. O non, o fjallë që s'ka përkthim, as liber, as kong, s'te përmban dot, se ti je rënja, drita dhe dielli, je dashni që nuk vdes, as kur vdes, bota kot. Ju falënderit shumë i palim. Faleminderit juve për këto vargje kaq të bukura dhe të uroj frymëzime edhe të reja dhe të pres edhe herat të tjera me respekt gjithmonë. Patjetër falenderoj edhe Makin, me të vërtetë ajo po shkruan shumë mirë. Po kohën e fundit pak e kalon si unash, po i ka shkrimet me të vërtetë mira, po ti edhe kur po lexon edhe po më duken edhe më të mira. Jo, Kështu i kom thonë edhe kur kemi qenë vazhdo, shkruaj, ja s'ka, po shkruaj sa të mundesh e bojmë edhe në libërtonë, edhe tash një temën me këto poezi të reja dhe i qeshim dyjat. Se një vend me i bo bashkë nuk po shkojnë. ja nuk bën. Se e mendum këto, po ja nuk shkojnë. Shtaj e për vete, kështu që i uroj sukses me të vërtetë i ka shkrimet e mira. Faleminderit Miku, faleminderit. Shumë bukur në Make, edhe të shkruan mirë, falenderoj shumë për këto poezi të bukura që ndave bashkarisht me ne dhe me shumë dëgjues që na ndjekën edhe na ndjekin kudo në përbot. Frymëzime të reja dhe suksese gjithmonë, edhe Make thot lumë nga Selxani për këtë poezi brillante. Mandej të ka përshëndetur Shukri Hyseni Nasser, bravo për këtë poezi kaq të bukura. Edhe Liliana Sana nga Italia thot nga Selxani të lumt, shkrimi për vajzën kërtane që shkrimi për vajzat kërtane që fliuan për mos me ranë në duart e pushtuesve. Kështu që të kanë përgëzuar, të kanë uruar shumë. Edhe Sabila thot lumt nga Selxani, lavdit dëshmorëve. Faleminderit, Allah Sabile. Faleminderit edhe njëherë, edhe ty kalom sa më bukur në vazhdim. Faleminderit edhe i falenderoj të gjithë ata krijues që vinë këto i sjellin poezitë të veta, me të vërtetë po kemi edhe na, që kam dëgjuar edhe na poet, kemi dëshirë me dëgjuar ata tjerë, se sa bukur që nuk jena gjithë në shtel që shkruajmë. Normal. Ka shumë stile kështu që mu më pëlqejnë edhe ato tjerat kur i lexoj, kur i thojnë edhe vetë. Kjo është diçka fenomenale për ne krijues shqiptar që sa do kudo shkruajnë boll, po asnjëri nuk e kemi atë stilin e njëjtë. Kjo na bën të vazhdojmë matutje deri ku të mujmë. Faleminderit Biko, mos marr më kohë. Gjithashtu nder, respekt e mirë dëgjoshim. Faleminderit, kaloj bukur. Me të mira. Faleminderit. E falenderojmë Mikun Nasser. Bised me kullën. Sa stuhit kanë rrahur qati smurit. E s'kan mundur të rënojnë kulla ime mirë, kulla ime guhurit. Gjdratarët ngushta ke, në për to mezi ka kaluar era. Sa herë këto frëngji kokën e ka shtrirë ma mëzerja. E sot, me këtë qyski, do t'i heq guhurat një nga një, po ti mos u hidhro kulla ime mirë. Mbi themelin tënd, do ndërtojmë pallat të ri. Shi, që është ky plistu, me zbalë të sigurit, ja dhe një copë flamurit. Shi edhe dy telat e qiftelis, pa shi pash sy të balët të qenë ka dhe bishti kalit. Prang qenë ka dhe një letër me përësi, me fjaljet kota. Dritarët këdhe një ka dili, ka bota. Ja themeli kullës. Mbi ty ngritë murë të ri. Telat i ngrehem qiftëli, e bishti i kalit në lahutën e gjyshit sa bukur rri. E plisi? Plisi, se është me zgurësh i për të baltur, në koka tona që ndronë me krenari. E dritaret i kem këthy, ka djeli, ka bota, si për gjyshit
porosi. Pa dëgjo që këngë bukur, Lahuta me qiftelin në orkestrin japin koncert për lirin. Ndoshta me këtë pozitimin shkruar diku në vitin 90 kur po shpartalloi shteti Jugosllav dhe ishte gjendja vërtet e shumë e rëndë në Kosovë. Unë e kam nxjerrë këtë poezi dhe fatbashkësisht e kam ruajtur, e kam tashmë edhe në libër të botuar, ka qenë botuar në zërit të rinis në atë kohë. Do shkojmë edhe tu që të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejt për shëndetje edhe për gjithë juve që po qëndroni bashkarisht me ne. Shpresoj që e po kaloni bukur. Maki thot 6 lisat e Likoshanit, Maki do të nxjerrë me 10 poezi sonte për dëshirën tuaj. Por i shalut krijuesit, poetët dhe poetët që janë duke shoqëruar me ne, të na bashkangjiten për të na sjellur emocione me vargjet e tyre, të sjellin poezitë e tyre, do të ishte vërtet kënaqësi që me zërin e tyre, sikur miku Nasser Xhoni që është paraprakisht, të jenë me ne dhe të ndjekim krijimet e tyre letrare. Do shkojmë edhe me këtë poezi që kërkoi Maki nga unë. Agim Gashi, 6 lisat e Likoshanit. Interpreton autori. Simbol në zemër të Dardanit, 6 lisat e Likoshanit. Këta 6 lisa gjithmoni rahuera, kaluan shumë dimra, pan shumë pak pranvera. Të këta 6 lisa forcë mori Azemi, të këta 6 lisa pushken shkrepi Ademi. Këta 6 lisa askush s'mund t'i ndau, as turku, as greku, as shkau. Këta 6 lisa janë adheu në 6 pjesë, kanë të njëjta të rënë plisin e bardhë maja kresë. Njeri është Kosova, tjetri Shqipëria, njeri Lugimia Preshevës, tjetri Qameria. Njeri të përplave Gusi, çdo ditë i shtohet rrita, i 6 ndërta është vetë Ilirida. Këta 6 lisa se fshehin krenarin, sepse kanë një trung shqiptarin. 6 lisat në zemër të Ballkanit, 6 lisat e Likoshanit. Ndoshëm edhe këtë poezin timen me dëshirën që kishte Maki, që ne falenderoj. Ne jemi drejt për drejt, me ne është edhe Gjavahire Kryeziu, cilën e përshëndes dhe urojmë mbrëmje të bukur, kanë falenderuar Maki, dhe të falenderit Agim Gashi, respekt, po ashtu edhe Fatmira Aliu Agim Gashi të lumë për poezin, falenderit. Liliana thëtë recitimin e shkrim brillant të nderuar Agim Gashi, falenderit Lilian, po ashtu edhe Bërbuqe Fetaj të lumë të Agim Gashi për poezit e tuaja brillante, falenderit. Edhe këngëtari Naim Osmani thotë i lumë të zotëri Agim, faleminderit gjithashtu, mandej do shkojmë edhe të sjellim edhe disa poezi. Na ka përgëzuar edhe poetja Manushaqe Ismaili, bravo, poezi brillante, lexim super, respekt pa fund për juve, faleminderit shumë, respekt gjithmonë Manushaqe edhe për juve. Na shkruan edhe Natasha, thotë mirë mbrëma zotëri Agim Gashi, një dhuratë, kërkoj falje, na dhuruat një mbrëmje
fantastike me poezitë shumë të bukura të poetëve, muzika në sfond e mrekullueshme dhe me interpretim tuaj të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Edhe ty të uroj punë barë, se këto momente besoj si janë punë. Edhe miku në sërë të lumë për poezit, faleminderit shumë. Shkojmë në vazhdim me poezi, jemi drejt për drejt edhe 25 minuta kemi deri në fund të emisionit. Do shkojmë me poetin Bali Haxhiu në vazhdim. U lodha me thashë theme. U lodha me thashë theme. Në styre nuk po mund të rri. Të gjithë me që shkrova, fisit e farëfisit ju thash, veshet në lesh i kam shti. Për gjithat këqijat që po ndodhin në rreth nesh. Thoshin, vesh me dalë mal, po dhe atje ja fusin flakën. Nuk të lënë ratë. Po sa të zgjohesh me mëngjes, kudo që ndalesh me ke flet. Keme dëgjuar për shumë ndodhi, që po ndodhin jetë. Këtu atje kishte ndodhur kjo vaki. Unë, ti, aj, ajo, ne, ju, ata, ato. Thashë theme plot çudi. Pak njerëz me kanë mbetur, të ulem të bisedoj të rri. Këta dua t'i ruaj si syt e mi. Kur ulem shtruar, me ta të bisedoj, tamam njerëzisht, miqësisht, vllazërisht, sinqerisht. Ndje mirë, disponohem, kënaqem, qeshi, pushej. Ndoshëm edhe këtë poezi dhe kemi tashmë në linje nëse zgaboj këngëtarin dhe doktorin Naim Osmani, apo jo, mirë mbroma, mirë se ne jo. Mirë mbroma, përshëndetje, zoti Agim, bona zemër ngurje, thirrë. Më bërë në qefe, faleminderit shumë, ka ko që na ndjek, ka ko që ndjekim këngët tuaja, po? Na kënaqet me poezi, jem përmallueshëm për këto poezi të bukura, po edhe përshëndetje për krejt poet, se shumica e shoh që janë edhe poetë që shkruajnë. Po. Se këtë dhunti nuk e ka gjithkush, edhe është kënaqësi me ju ndëgju. Faleminderit shumë. Unë poet nuk kam, po shprej dëshirë një poezi me recitu, nëse pak, po mduket se pak e gjatë është. Jo, nuk ka problem, ka dal. Poezi që ka kemi mësu në shkollën e mesme dikur, se tash nuk mësojmë përmend diçka kështu. E kam një poezi të Migjenit, nëse bën. Po, me knasi dhe të ndjekim. Pak dritë është poezia Migjenit, poezi të bukura ka Migjenit. Është forte poezi bukur. Ta provoj vetën. Pse jo? Unë do ta mbylli mikrofonin që dëgjohesh ti më bukur, nuk e di. Faleminderit për mundësinë. Me kënaqësi do të ndjekim vetëm urdhra. Faleminderit. Pak dritë o shok o vlla, të lutem pak dritë në këtë natë kur shpirti vuan, kur të dhemb e s'diq të dhemb, e syni i gjumë nuk ka. U rren nuk din që rren, don e s'din se ç'don. Pak dritë o burr o hero nga do që të jesh, burr që shkatron dhe që ndërton sërish. Pak dritë. Vetëm të lutem mëshirë të kesh, se do çmendem në këtë natë pa gjumë dhe pa pish. Oh, ta kisha pishën të madhe, edhe të ndezun me flakën e pishës në qiellin e kësaj nate, ta shkruajsha kushtrimin e burrit tretun, do ta shifsha vallën tande në majtë një shpate. Por pish nuk kam, e vetëm janë burrat, shokët, dëgjëm nërsin pa gjumë dhe pa dritë, askush s'më ndëgjon, qirem kot në kot. Hesht more, hesht, por qindro shpirt. Gjeli këndon dhe thot se është afër drita, gjel. Renas ren, cila është fjala jote? Kur ti këndon thonë se është afër drita, por unë zbesoj sonte në fjalët e kësaj bote. Hiq mu një qafe mendime, oja stëk ty të roki të përqafoj së shpëtimin,
Me fal atë që duhet gjumin dhe admirimin e dy buzëve që përshpërisnin ngushëllimin. Faleminderit zoti Agim. Një mbrëmje të këndshme në vazhdim. Unë e kisha mbyll mikrofonin për të dëgjuar më bukur dhe vërtet falenderoj. Unë kam ditë që je këngëtar, po edhe aktor. Me vërtet e ke sjell bukur, i ke sjell vargjet e të madhit në gjën. Faleminderit shumë. Dhe vërtet na gëzove që u bëre pjesë e misionit që lajmërove. Po shpresoj që të vazhdojmë të lajmërojmë me të vërtet se nuk është në rregull vetëm shkruajmë, kështu ndoshta pak njoftohemi pak më afër se kush. Pse jo, me ju përmirëpresim gjithmonë dhe ju vlerësojmë e ju shmojmë gjithmonë. Faleminderit shumë edhe për Faleminderit për mundësinë e një vikend të këndshëm. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit të radios. Gjithashtu edhe juve, ju përshëndes, do të shkojmë pas pak edhe me një këngë tuaj. Të falenderoj edhe një herë për zemërsisht që jemi ne, respekt e mirë të dëgjoshim. Mirë dëgjoshim. Natën për momentin, natën e mirë. Ishte me ne doktori, poeti, dhe vërtet pas ka afinitet edhe për aktrim, edhe për recitim shumë bukur në ka sjell poezi të vargjet e mirimit të Migjenit, edhe ato vargje aq të ndjera dhe që asnjëherë nuk ju humb vlera dhe pasqyrojnë edhe një jetë të mundshme të popullit shqiptar të asaj kohe, po mirërisht ende ka edhe njerëz të tillë edhe sot e kësaj dite. Kështu që ne falenderoj edhe një herë për zemërsisht dhe ju uroj çaste të bukura me Radio Vlera edhe në vazhdim. Ne do shkojmë pas pak edhe me një këngë të ju kërkëfolje të poetit dhe të nderuarit Nei Mosmoni, vërtet këngëtarit edhe doktorit, po më paraprakisht isha duke i sjellur duket disa vetëm pak isha duke i sjell disa poezi nga poeti Bali Haxhiu dhe do vazhdojmë të sjellim poezitë nga ky poet. Besoj që do i gjej. Shkojmë tutje. Vetëm pak. Bali Haxhiu. Me të dash ty, jetoj si një tjetër. Me të dash ty, do më thonë, me duhet të rrezikoj të kaluarën time. Me të dash ty, do më thonë, me duhet vu në loj karakterin tim. Me të dash ty, me thonë, do më thonë, me duhet të bëjmë qasharak para tjera. Me dash ty, do më thonë, me duhet të ndroj fjalet ore qast. Me të dash ty, do më thonë, me duhet të zhvishëm nga vetja ime. Me të dash ty, do më thonë, me duhet të ndërruar hapat ecës si ti. Me të dash ty, do më thonë, me duhet të lozur me zjarën. Me dash ty, do më thonë, jetoj si një tjetër. Me të dash ty, do më thonë, do të ndryshoj shumë. Jo more, do të jem, kys jam, të mbroj dinjiteti. Shkojmë me një poezi nga poeti Bali Haxhiu në vazhdim. Ju jeni fëmijëve urime një qershori. Ju jeni engjëj se zemrat në ngrohni.
Ju jeni ata që ne na lodhatoni. Ju jeni dielli në mëngjes kur rrëzon. Ju jeni yjet natën kur ndryshojnë. Ju jeni lullet e pranverës. Ju jeni lule në pranverë. Ju jeni si aroma lule plotere. Ju jeni kënga plot melodi. Ju jeni me bukura poezi. Ju jeni ardhmëria dhe ton. Ju jeni gëzimi që trashëgojnë. Ne kanë përgëzuar edhe shumë dëgjuese për recitimin e bukur e këngëtarit Naim Osmani, por ne do shkojmë në këngë të tij në vazhdim me këtë këngë ju përshëndes gjithë juve që po qëndroni me ne dhe pas këngës do të kthehemi në pjesën e fundit të emisionit për ta përmbyllur dal ngadalë emisionin.
patient qui souffre de sincérité. E ndoqëm këtë këngë të bukur e përgëzojmë këngëtarin Naim Osmani që vërtet e ka sjell në mënyrë më të bukur këtë këngë të vjetër dhe i urojmë suksese gjithmonë në jetë. Jemi drejt për drejt dhe për pak qaste të dashur dëgjues, andaj ju që shkruani poet dhe krijues e poete, gjithashtu jeni të mirëseardhur dhe për pak minuta do të jem bashkarisht, andaj mos hezitoni dhe bëni pjesë e emisionit duke në sjellur emocione edhe ne këtu në studio, por edhe dëgjuesve të shumë të cilët janë duke na ndjekur këto qaste. Përshëndetje dhe mirëseardhje edhe për Ahmet Tahirajn. Gjithashtu ne do shkojmë në vazhdim edhe me një poete, është Afrodita Shiti, poezitës cilës do t'i sjellim në vim. Kohë mbrapsht. Por më të mbrapsht janë njerëzit që ndërtojnë qaste lumturie mbi vujtjet e tjera, që kërkojnë ta përmbysin botën veç për të ushqyer egon e tyre. Lumturia ka nevojë për themel, është virtyt me vete. Ajo kërkon hapësira të saj. Nuk do të ngulfatet në liqen të zbarazta, as në qiellin e mbushur me bullima. Ajo kërkon pika shiut sinqerta, me të pastra se loti që pikon. Lumturia nuk vjen në duar të rreme, as nga pusqeshja që fshehin thika pas shpine. Ajo lind në zemrat përvojtura, që din të ndajnë dhemblen, që din të falin edhe kur plagosen. Është këngë që s'mund të këndoj egoja, është dritë që nuk ndizet nga zjarri i krenarisë. Lumturia është frym, që vetëm shpirtrat e pastër e ndjejnë, si agimi që thyet mbi malet, pa zhurmë, por me madhështi. Koha e mbrapsht përpiqet ta bërgosë, ta shndrojnë mall të rrallë, por ajo, si ujë që gjen rrugën dërshkëmbin, sërish do të rrjedh. Do rrjedh. As nuk blihet me pasuri, as nuk sundohet me pushtet. Lumturia është mi thjeshtësisë, mik i dashurisë pastër dhe banore përjetshme e zemrave që din të duan. Adifete Shiti, kodi dashurisë. Një fjale ëmbël e thënë zjarë, shton ndjesi emocion të rrallë. Nga një shikim fillon magjia, zemra rrëmbet, zbarkon dashuria. Si kapitulli libri hapet me varg, ndjenjat rriten zhvillohen gjatë, ngjyrat të arta e zbukurojnë një buzëqeshje shpirtin e lumturon. Si rrjedh lumi që ndalet kur, zemra dashuruar përjeton me bukur. Dashuria është një udhtim pa kthim, një fjalë thënë, një prekje, një shikim. Në zemër mbetet si këngë e pambaruar, kodi sa jeton, kur nuk shuhet, veç për të rrihet. Dashuruar, veç për të rirë, dashuruar. Në ka përshëndetur miku Bajram Osmani, mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë dëgjuesit të Radio Vlera, përshëndetje Akim Gashi, faleminderit.
E kanë përgëzuar për poezitë dhe maketat lumta Afrodita Shiti. Kështu që të dashur dëgjuesë, dal nga dalë, po shkojmë drejt fundit të emisionit për plot 2 orë. Ishim me ju, shpresoj që kemi kaluar bukur. Fund do t'ja udhëroj dhe një këngë, juve që qëndruat bashkarisht me ne, dhe do përshëndetemi për pak qaste por, të shohim kënga është këtu diku. Découvrez une banque qui en fait plus pour vous. Une banque avec une équipe dédiée 24 à la protection de votre argent. Moti zemra s'jam taku, moti lafes kemi ndrup. Nuk e di apo t'kujtohem, apo ndoshta po mashtrohem. Qka thot i në drejt në zemër, e nuk mundet me u haru. Kush ka net një herë me ty, nuk ka qare pa t'kujtu. Kush ka net një herë me ty, nuk ka qare pa t'kujtu. Rob i dashnis, rob jam boe, rob kam bet. S'ka ma mine ke dy njom, kone lyp zemra me gjet. Rob i dashnis, rob jam boe, rob jam met. S'ka ma mille këtë dy njom, ka në lyp zemra me gjet. Kërkoj faljen, pa qa thonaj fjall të rong. Se kur bjen zemra në dashni, s'bon për t'modhe me jazon. Je i falun për çdo fjalë, se dashni fal por nuk ka. Kur në jetë dashuron zemra, mendja s'din çka ashtu i bën. Kur në jetë dashuron zemra, mendja s'din çka ashtu i bën. Rob i dashnis, rob jam boe, rob kam bet. S'ka ma mine ke dy njom, kone lyp zemra me gjet. Rob i dashnis, rob jam boe, rob jam met. S'ka ma mille këtë dy njom, ka në lyp zemra me gjet. Të ndëruar dëgjuese, këtu po ndahemi me ju, duke falenderuar për vëmendjen, për bashkëpunimin, duke urar një natë bukur e qetë, dhe duke lërë takimin së broma nga ora 20. Bashkë miru takofshim natën e mirë. Rob jam boe, rob kam bet. S'ka ma mine ke dy